Partia Lëvizja e Legalitetit është një subjekt politik në Shqipëri që ka lidhje historike me mbështetësit e dinastinë Ahmet Zogut dhe idetë monarkike. Ajo është themeluar për të promovuar kthimin e legalitetit historik dhe ligjshmërinë në vend, shpesh duke përqendruar në vlerat tradicionale, respektin dhe institucionet dhe legitimitetin historik të monarkisë shqiptare. Qëllimi: rishfaqja e institucioneve ligjore dhe respektimi i historisë shqiptare duke promovuar ide të qëndrueshme mbi rendin ligjor dhe monarkinë. Orientimi politik: monarkist konservator me fokus te tradita dhe identiteti kombëtar. Antarësia: individ të interesuar për historinë e Shqipërisë, mbështetës të monarkisë dhe të drejtave historike dhe të drejtave historike të legalitetit. Veprimtaria: organizim eventesh historike, fushatën ndërgjegjësuese për rëndësinë e ligjit dhe pjesëmarrja në procese zgjedhore në përputhje me legjislacionin shqiptar. Misioni: kthimi i legalitetit dhe respektimi i ligjit, ruajtje e identitetit kombëtar dhe historik. Angazhim qytetar: vlera morale dhe konservatore, të forcojë shtetin ligjor, të rrisë ndërgjegjësimin qytetar për rëndësinë e respektimit të ligjit dhe historisë. Kombëtare: vizioni, stabiliteti politik, social, rritja e ndërgjegjësimit qytetar, ruajtja e trashëgimisë qytetare, përdorimi moral i etikës publike, detyrat dhe përgjegjësitë. Pjesëmarrje aktive, përgjegjësimi i vlerave të partisë, përgatitja dhe edukimi qytetar, mbështetja e institucioneve dhe strukturave të partisë, ruajtja e imazhit të partisë. Detyrat dhe përgjegjësitë e mia, udhëheqje strategjike, përfaqësim i partisë, koordinim i strukturave të partisë, ndërgjegjësim dhe edukimi qytetar, etika dhe integriteti.